Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kandidati i vlen për kryetari i komunës Tetovës, Bilal Kasami, vijon me raundin e dytë të fushatës për zgjedhjen e kreut të komunës. Vlerësojmë që do të jetë për të konfirmuar fitoren bindëse të raundit të parë. Tani ne besojmë që edhe ata pak qytetarë të cilët nuk arritëm të bindim se opsioni jonë është më i mirë. Para mbështetësve, Kasami u zotua se do të vazhdojnë me projektet për zhvillimin e Tetovës. Unë besoj që tani do të jetë më lehtë sepse shumica dërmuese e tetovarëve veç më vendosën në raundin e parë që ne të vazhdojmë edhe 4 vite për të shërbyer në Tetovë, për të vazhduar realizimin e projekteve në të mirë të Tetovës. Ishte Bilal Kasami, kryetari i komunës Tetovës. Alianca për shqiptarët e Arbend të Arvarit, pjesë e Aleancës Kombëtare për Integrim, mblodhi në Tetovë kryesinë qendrore bashkë me kryetarët e degëve për të analizuar rezultatin e zgjedhjeve. Opozita hodhi dyshime se në 2 komunat, ku fitoni bindshëm kandidatët e Aleancës për shqiptarët, ka pasur bojkot të organizuar. Realisht aty kemi dyshime se ka pas një organizim ndërmjet partive të pushtetit, por edhe në qoftë se merrni numrin e votave, listat nuk janë të pastruara, në krahas me lista që ishin paraprake. Kemi një pjesë të madhe të popullatës e cila është në mërgat, kështu që në Gostivar, nëse nuk gaboj diku për 21 vota, nuk u arrit cenzusi. Në 4 komuna në Maqedoni nuk është arritur minimumi i mjaftueshëm i pjesëmarrjes prej 33.3%, duke çuar në përsëritje të zgjedhjeve. Në këto komuna zgjedhjet do të mbahen deri në 60 ditë nga data e shpalljes së rezultateve përfundimtare. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kolegji i posaçëm i apelimit shkarkon prokuroren e Tiranës Mirela Zavalani. Shkaku bë deklarimi i pamjaftueshëm i pasurisë dhe cënimi besimit publikut. Vendimi u mor pas ankimimit të komisionerit publik kundër vendimit të komisionit pavarur të kualifikimit marrë më datë 15 qershor 2023. Gjatë paraqitjes së përfundimeve thuhet se subjekti i rivlerësimit Mirela Zavalani nuk arriti të provojë të kundërtën e shkaqeve të ankimimit për kriterin e vlerësimit pasurisë. Sipas Xholit, deklarimet e Zavalanit janë të paqarta dhe të pasakta në raport me aktet të dosjes, duke bërë deklarimin e saj të pabesueshëm dhe kontradiktor. 6 kilometrat e para të superstradës Tiranë-Durrës do të rihapen për qarkullim në fund të vitit 2025. Kryeministri Edi Rama tha se punimet në fazat e para për zgjerimin e aksit me 2 korsi kanë përparuar ndjeshëm. Hapja e tyre do të lehtësojë lëvizjen e automjeteve si do t'i jap kryeqytetit një hyrje dinjitoze. Po vijohet gjithashtu dhe elementet e tjerë të projektit për të plotësuar të gjithë këtë vepër kaq të shumë pritur, shkruan kryeministri Edi Rama. Rregullat e reja për qarkullim në Shqipëri të monopatinave elektrike ishin në thelb të takimit të ministres së punëve të brendshme Albana Koçiu me institucionet kryesore që luajnë rol kyç në sigurinë rrugore për hartimin e kuadrit ligjor. Koçiu vuri në dukje në një postim në rrjetet sociale se pezullimi i lëvizjes me monopatina elektrike erdhi si masë nevojshme për të garantuar sigurinë e qytetarëve deri në krijimin e një kuadri të qartë ligjor që rregullon përdorimin e tyre. Synohet hartimi i rregullave të reja që do të përcaktojnë standardet teknike të mjeteve, rregullat e qarkullimit dhe zonat e lejuara. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.